krahasim me vitet e kaluara, nuk është shot më i mirë, nuk do të kisha thonë më i lehtë, se nuk ka ekipe të lehta në futboll, sidomos në fazën e në asnjë ligë, por sidomos Ligën e Kampionëve. Kemi pasur lojë edhe në Luksemburg edhe në vitin 2018 në Europa League, atëherë jemi eliminuar. Shpresoj që këtë vit ta ndryshojmë dhe të kualifikohemi në rundën e dytë të Ligës së Kampionëve, që do të ishte sukses i madh edhe për neve, po edhe për futbollin e Kosovës përgjithësi. Drejtori sportiv dhe stafi trajnerëve kanë përgatitur listën dhe kanë përfunduar. Kemi edhe 2 prurje të reja që nuk janë bashkuar ende ekipës, do të bashkohen këtë javë në fund të javës, dhe eventualisht edhe ndonjë prurje tjetër që jemi në pritje deri në fund muajit, përndryshe ekipa është kompletuar. Praktikisht shorti po e kemi pritë që nuk ka me qenë lehtë, cila do për skuadrës na kishtë thonë shot nuk kanë qenë të lehta. Mendoj që kemi shansa, duhet bojmë një lojë të mirë, tha edhe treneri, nëse marrim një rezultat pozitiv si musafir, pastaj mund të shpresojmë diçka, sido që tjetë na duhet me bëu maksimumin. Mendoj që kemi gjasa, fatmirësisht kundërshtarët nuk është siç ka qenë para disa vite, kanë qenë shumë të fortë me lojtarë shumë të lehtë. Këtë vit janë pak më dobë, kështu që besoj që kemi pak shansa edhe ne. Kundërshtari nuk është kundërshtari më i lehti më shumë, për me qenë sinqert, një ekip cilësore, një ekip që ka vazhdimsi dhe një ekip që është në aktualisht në kampionat dhe po zhvillon gara, normalisht që është i konsoliduar. Ekip që vitin e kalon gjurë në garat europiane, por edhe që ka një histori, edhe mendoj që është ekip për me u respektu dhe nuk ka me qenë një përballje e lehtë. Mirë po, na prej anës tonë jemi dy botë që ka përgatitjet e nevojshme që me i kalu këtë rand, edhe besojmë shumë edhe jemi shumë optimist se kemi me i kalu.